Doktoresha, po në shërbimin e rojës, si ka qenë shërbimet e rojës? Roja që filloi që në mëngjes. Që në mëngjes më tret urgjenca për pacient dializant. Pacient dializant me dhimbje gjoksi, palpitacione, dje që gjëja e parë që bën urgjencë është EKG-ja, te EKG-ja hiperkalemi, detyrohemi ta fusim në dializë. Diku nga ora 12 më vjen një grua 45 vjeçe, post transplanti renal 6 muaj, pa bërë 6 muaj. Temperaturë larg 40 gradë, 39-43 ditë, urina me ngjyrë të kuqe, dhimbje veshkës transplantuar dhe më referoi që ka qenë me 1.2 kreatin dhe vjen me një kreat 4.8. Ndërkohë sipër, një djalë 44 vjeç bën edem pulmonare akute. Fillojmë të tentojmë me diuretik, me lenitral, nuk arrin dot të dominohet. Pacienti moshere, edem pulmonare që nuk po dominohet, duhet ta fusim dializë. Dializa full, ose dializës full. Zbërsim poshtë, shohim pacientin kronik që është më i stabilizuar, që e dim që është më i stabilizuar, dhe i kërkojmë të ndërpresim dializën për ta rifilluar aty më vonë. Dhe në fund nata më mbyllet me një djalë të ri, që ka qenë tek dhoma 13, 18 vjeç, good pasture, që bën hemoptizi me hemorragji pulmonare. Në orën 6 ai intubojmë në animacioni polivalent dhe pas 36 orësh në fakt mbet jetën. Pse ka qenë rojë e vështirë? Rojë e vështirë sepse çdo sekond vlen një jetë. Je para vendimeve, ku qoftë ti nuk arrin të jesh aty fizikisht, të vlerësosh fizikisht, ti praktikisht dënon një jetë ose komprometon një jetë.